Cili është qëllimi i fjalive përmbyllëse, në cilën fjali mbi emri përcakton emrin? Kush është përgjegjës për inicimin e planit individual të arsimit? Këto dhe pyetje të ngjashme u janë parashtruar 54 mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme gjatë testimit për licencën e avancuar në dhjetor të vitit 2024, por vetëm 7 prej tyre e kanë kaluar suksesshëm provimin. Në Ministrinë e Arsimit thanë se dështimi për ta kaluar testin nuk është shoqëruar me ndonjë pasojë për 47 mësimdhënësit, me që të tilla nuk parashihen me udhëzim administrativ. Është hera e parë që është organizuar provimi për licencë të avancuar dhe nuk është e thënë se mësimdhënësi i cili nuk e kalon provimin nuk është i denjë për të qenë mësimdhënës i rregullt. Dallimet në mes mësimdhënësit me licencë të avancuar dhe mësimdhënësit me licencë të karrierës tregojnë performancën më të mirë të njëri tjetrit. E njohësi i arsimit Rinor Qehaja thotë se dështimi i shumicës së mësimdhënësve në test flet për mungesën e përgatitjes. Nuk gjykojmë që problemi është në pyetje, sa në mosvedisim dhe mos përgatitje të mësimdhënësve për pjesëmarrje dhe atyre që kanë qenë pjesëmarrës. Mirë, në secilin rast rikujtoj që në këtë fazë kjo na prezanton vetëm një pilotim. Ka shumë çka për me mësu ministria, ka shumë çka për me mësu komuniteti i mësimdhënësve, derisa ta kuptojmë dhe ta ndërtojmë atë idealen e përcimin nga një licencë në licencën tjetër. Ndërkaq, ish zëvendës Ministri i Arsimit Xhavet Rexhaj thotë se nuk duhet dekurajuar nga rezultati. Ka qenë hera e parë edhe për mësimdhënësit, po edhe për ministrinë. Domethënë, ministria nuk e ka kalibruar, nuk e ka përshtatë sa duhet testit, edhe mësuesit pa marrë parasysh fushatën e informimit, nuk ka qenë përgatitur në mënyrë mendërisht ndoshta edhe për testin. Sipas Rexhajt, përkundër mangësive, ky proces është i rëndësishëm për ndërtimin e një sistemi të duhur arsimor. Problemi më i madh i arsimit kosovar deri tash ka qenë që kur janë ngrit pagat, janë ngrit në mënyrë lineare, jo në bazë të meritës. Licenca avancuar, edhe licenca përhershme, janë disa prej masave që do ta strukturojnë, do ta formësojnë e më vonë konsolidojnë një sistem të vlerave. Me udhëzimin administrativ të miratuar në qershor të vitit 2023, mësimdhënësit kanë 3 lloje të licencave, të karrierës, të avancuar dhe licencën e përhershme. Provimi për licencë të avancuar do të organizohet edhe si vjet, por se Ministria e Arsimit nuk ka treguar datën se kur do të hapë aplikimin.